Një kohë tjetër po vjen. Është një kohë që Planin e tij për lagjen Arbëria e shpalosi të njëjtën kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili. Ai dha 6 premtime për banorët e kësaj lagje, të fokusuara në arsim, hapësira publike e lidhje të lagjës me qendrën e qytetit. cilat janë zotimet e mia për Arbërinë. Ndërtimi i qerdhës dhe shkollës së ri. Lidhja e shkollëve emblematike të Arbërisë deri te parku dhe kthimi i tyre në pikë turistike. Integrimi i stacionit të trenit dhe vijës hekurullore me korridore të sigurta për këmbësorët. Linja të reja të trafikut urban që mbulojnë tërë lagjen. 2 terene sportive për lagjen me fushat futbollit dhe basketit. Park i ri për lagjen me këndë lodrash për fëmijë. E kryetari PD-s Memli Krasniqi, gjatë një tubimi në Malishev, tha se banorët e kësaj komune nuk kanë kujt i besojnë përpos PD-s dhe kandidatit për kryetar, Gzim Krasniqi. Në Prizren, kryetari Shaqir Totaj, që synon edhe një mandat, përuroi renovimin e ambulancës së mjekësisë familjare në fshatin Skorobisht dhe premtoi vazhdim të investimeve në shëndetësi. E kandidati për kryetar të Fush Kosovës, Rahim Tërnava, u zotua për shumëfishim të buxhetit për bujqësinë. Trefishimi i buxhetit komunal për bujqësinë gjatë mandatit, rregullimi i të gjitha rrugëve fushore për qasje të lehtë në parcela, mbështetja për mekanizmin bujqësor dhe pajisje moderne. Çdo vit fidone dhe inpute falas për të gjithë fermerët e sektorit të perimeve, shërbime veterinare falas për të gjitha ekonomitë familjare. Kandidati për kryetar të Ravecit, Edon Cana, kritikoi pushtetin aktual për, siç tha, mos kujdesin ndaj pjesës së vjetër të qytetit, për të cilën theksoi se ka potencial të madh turistik. Në qendrën ikonike që është lënë pas dore si mos më keq. Në një vend me potencial të hatashëm për me u shëndru në një zonë që e plotëson komplet hallkën e zhvillimit të turizmit në Ravec. Kjo qendër kulturore dhe historike e Ravecit që flet shumë për traditat dhe vlerat tona, me teqet, me xhamin, me Saat Kullën, e don një trajtim të veçantë. Gjatë ditës aktivitetin elektoral e vazhduan edhe kandidat tjerë të PD-s. Shukri Buja, që synon Lipjanin, vizitoi Anjevën, banorëve të së cilës u premtoi zgjidhje të problemit me ujin.